influence me islamin që luan një rol në shoqëri. Dhe në këtë kuadër sigurisht që ai ka ndjekur një doktrinë të mbrojtjes së të gjithë muslimanëve kudo ku janë, duke përfshirë dhe palestinezët. Kuptohet kjo ka dhe prapavi politike nga mbrapa, sepse Turqia në një farë mënyrë kërkon ka baza ushtarake në Libi, ka baza ushtarake në vende të tjera muslimane në Afrikë, kërkon të ketë baza ushtarake edhe në territoret palestineze, por Izraeli nuk e lejon, ka në kontroll Sirin, kërkon të eliminojë problemin kurd, kërkon që në përmjet Azerbajxhanit të ruajë çfarëdo lloj rreziku që i vjen nga Armenia, ka një problem kuptohet në me fqinjën e vet perëndimor Greqin për çështjen e ishujve. Pra, në një farë mënyrë, Turqia, duke qenë faktor i madh, është e koklavitur në një sër përballjes dhe në një sër betejash, dhe sigurisht që çdo lloj marrëveshje që rrit ndikimin turk në këto zona influence do t'i përqente Erdoganit. E qartë. Ruel, nga ana tjetër, lufta kundër ISIS mbetet një çështje kyçe, veçanërisht kjo për shkak të burgjeve ku mbahen dhe antarët të këtij grupi në Siri. Sa reale është rreziku i reaktivizimit të këtij grupi terrorist dhe çfarë roli pritet ndërkaq të luajë SBA-ja por edhe Turqia në këtë fazë? Por ka risk, vetë nga fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bombarduar para disa kohësh, para shumë pak kohësh në fakt, disa vendqëndrime të luftëtarëve të ISIS-it, që ishte një gjë që ne për herë të fundit e kemi dëgjuar në administratën e parë Trump, e kemi dëgjuar shumë gjatë administratës Obama, në një kohë kur ISIS-i ishte po krijonte pak a shumë një kalifat, një protoshtet në linjën e mesme. Dhe kishim kohë që nuk e dëgjonin sepse ISIS u zhduk mas administratës së parë Trump. Tani kuptohet me rolin e Asadit dhe me ardhmën e Ahmed al-Sharas, kuptohet se ai që ka ndryshime politike të këtij lloji, pas shumë vitesh kuptohet edhe risku që të kesh grupe të tjera që të ringjallen, rritet. Dhe kjo ka bërë që Amerika të ndërhyjë në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, nuk mendoj që ISIS nuk mendoj që ka gjasa të ringjallë, duke ditur që Siria tani është një shtet stabil, ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka mbështetjen e Turqisë, që është kuptohet promotori kryesor i qeverisë aktuale të Sirisë. Kështu që risku që të ISIS të ringrihet është i vogël. Qartë. Ndërkaq, Ruel, zhvillimet në Siri dhe Gaza dhe lufta kundër terrorizmit janë të ndërlidhura sigurisht në një mozaik kompleks gjeopolitik. Si ndikon i gjithë ky bashkëveprim krizash në stabilitetin afatgjatë të lindjes së mesme? Shkollina mesme është në përgjithësi një farë një fuqi barutësh, një templeni për Ballkanin gjithmonë, europianët, kolonialistët europianë kanë përdorur gjithmonë për Ballkanin, por Ballkani ku po viti që nuk lufton, që janë po Jugosllavisë, por dhe përpara Jugosllavisë ka pas një periudhë një paqe të jetë gjatë, apo që linja mesme ka qenë lufta perpetuare, lufta që nuk mbaron kurrë. Kuptohet që ka faktor stabilizues, janë këto petroshtetet e Gjirit, pra Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, që pavarësisht rrolit të tyre të mirë apo të keq në rajonet të caktuara, perceptohen si aleat amerikan. Nga ana tjetër kemi Izraelin që padyshim është protektorati amerikano-evropian në lidhjen e mesme, dhe sigurisht kemi edhe vende që janë ose të destabilizuar ose në destabilizim e sipër. Pra Libani për shembull ka vite që është i destabilizuar. Siria ka qenë luftë civile, sa ka dalë nga luftë, po prapë është një vend deri ku i destabilizuar. Iraku që mas rënies së Saddam Huseinit ka parë ISIS-in, që e ka shkatruar komplet, dhe sigurisht edhe tani mbetet po prapë në shkenca politike që failed state, pra një shtet i dështuar. Po ashtu territoret palestineze, pra kauza palestineze për mëdhetësi edhe vendosje edhe shtetë pavarur, sigurisht që vijon, pra nuk është shtypur. Pra në një farë mënyrë, nëse ne ndajmë lindjen e mesme në dy rajone, Veriu, lindjes së mesme, kryesisht tokat rreth Izraelit, janë gjithmonë të destabilizuara. Një për arsye se Turqia është kaq e përfshirë, mendoj unë, ka të bëjë me atë që Erdogani ka thënë vetë që Izraeli do të formojë Izraelin e madh, duan të vinë deri në Anadol, kështu që në një farë mënyrë tani Turqia në mes këtyre shteteve që i kontrollon, po përpiqet ta mbajë influencën izraelite sa më larg vetes së vet. Prandaj unë e them që është një luftë proxy, që shpresojmë të ngelen luftë të ftohtë dhe mos të bëhet luftë ngrohtë, mos bëhet patate e nxehtë në lidhjen e mesme. Ndërkaq, Ruel, ftesa e Trump për Turqinë për të përfshirë në Këshillin e Paqes për Gazën hap sigurisht një kapitull të ri të bashkëpunimit. Çfarë do të nënkuptonte pranimi i kësaj ftese sigurisht për marrëdhëniet mes SBA-së dhe Turqisë?
Mendoj që do të tregoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia janë në një aleancë, edhe Turqia është një aleat i besuar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i NATO-s. Nuk mendoj që, shiko, ky pjesa e bordit të paqes është interesante sepse vendet në fakt kanë një incentiv ta pranojnë këtë ftesën për bordin e paqes. Për Franca ndoshta i vendi i botës perëndimore i duke ka pranuar sepse i qëndron pak besnik atyre vlerave të ligjit ndërkombëtar edhe të një famëlyre kësaj botës multilaterale e cila ka ikur. Por vendet e tjera, duke përfshirë dhe Turqinë fakt që është një vend i fuqishëm, nuk kanë garanci për sigurinë e tyre në të ardhmen. Dhe në kushte kur ka shumë konfuzion, ka shumë mjegullnaj në raport me çfarë do të ndodhi, si do të jetë ky rendi i botror, si do të konfigurohen aleancat, patjetër që Turqia ka zgjedhur të antarësohet i ky bordi i paqes, sepse nuk ka se çfarë humb, siç edhe Shqipëria në fakt. Është në fakt detyrim shumë i madh financiar që Shqipëria do të paguajë 1 miliard dollar, që është 1/8 buxhetit ton për vitin 2026, por Shqipëria nuk ka zgjidhje tjetër, sepse është një vend që do ta ketë mirë me Amerikën, se Amerika është garantori i mbrojtjes tonë. Patjetër. Dhe në këtë rend të ri botror nuk i dihet kur çfarë ndodh, pse thjesht kundër Amerikës, kur mund të jesh në krahun e Amerikës. Edhe në një kohë kur mendoj administrata aktuale i sheh marrëdhënien ndërkombëtar shumë gabim në aspektin parimor dhe moral, por Shqipëria s'ka ç'a bën, domethënë. Edhe Turqia që është një vend më i madh, në një farë mënyrë nuk ka ç'a bën, sepse nuk i dihet kurrë se si mund të ndryshojnë gjërat kundër interesave të saj. E qartë. Mirë, kalojmë te Groenlanda, ku për shumë vite e konsideruar si një territor periferik i Arktikut, sot po shfaqet gjithnjë më shumë pranë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, sigurisht për shkak të pozicionit strategjik dhe pasurive natyrore që ndodhen aty. Si e sheh Ruela, është sot Groenlanda një fushë betejë re gjeopolitike mes fuqive të mëdha? Mendoj që po, unë do të bëj një korrigjim të vogël. Në fakt Groenlanda tani po paraqitet në sytë tanë si një zonë me rëndësi të madhe dhe për cilën ne mund të luftohet, por për mbi 100 vite presidentët amerikanë e kanë pasur syrin ke Groenlanda si një territor me rëndësi të madhe strategjike. Tani kjo është arsyeja pse në fakt aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Danimarka kanë një marrëveshje për çështjen e Groenlandës që i jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës akses të pakontrolluar mbi Groenlandën. Pra aktualisht Groenlanda është ishull autonom brenda mbretërisë së Danimarkës, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë de facto akses te gjithë burimet e Groenlandës, mund ta përdorin ushtarakisht sa herë të duan për këtë arsye. Për shkak se në fakt Trumpi ka të drejtë kur thotë që është vitale për sigurinë kombëtare e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është arsye pse ka një marrëveshje. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse nuk ka nevojë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të pushtojnë Groenlandën, sepse kanë tani më në kontroll. Që kjo është thjesht një ego e presidentit Trump që ai të bëjë dhe ndoshta marrëveshjen e real estate-it e pronave të paluajshme më të madhe në historinë e tij si një ish tregtar real estate, edhe të blejë Groenlandën, që për mua është një gjë që do të sillte më shumë të këqija sa të mira, sepse do të rrezikonte frakturimin ose shkatrimin e NATO-s. Problemi këtu qëndron që Shtetet e Bashkuara, administrata aktuale e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale e sheh NATO-n si pavlerë. Ato nuk e thonë këtë gjë, por ky është realiteti. E sheh NATO-n si një organizatë që nuk i bën asgjë, nuk i bën mirë Amerikës, ndërkohë që edhe pse pa Amerikën nuk do kishte NATO, padyshim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfitojnë nga mbrojtja kolektive që ofron NATO sidoqoftë. Dhe të mos harrojmë që në vitin 2001, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës pushton Afganistanin mbas luftës që Kongresi Amerikan i shpalli Al-Qaedës, mbas sulmeve të 11 shtatorit, ti ke pas ushtar nga të gjithë vendet e botës, duke përfshirë Shqipërinë, Poloninë, të gjithë vendet e NATO-s, ndjesë tash botës, të cilët kanë luftuar pranë ushtarëve amerikanë për të mposhtur Al-Qaedën dhe për të shiruar Afganistanin nga Al-Qaeda dhe nga talibanët dhe kanë humbur dhe jetën. Pra, nocioni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përfitojnë nga NATO dhe që nuk ka rëndësi nëse shkatërrohet NATO apo jo, ose ne na duhet Groenlanda më shumë se NATO, është absurditet. E qartë, Ruel, ndërkaq marrëdhëniet mes SBA-s dhe Europës janë përballur me tensione të reja, veçanërisht pra në çështjet që lidhen sigurisht me Groenlandën, por dhe interesat ekonomike dhe strategjike atje. Sa real është rreziku, Ruel, që këto përplasje të kthehen në një krizë të hapur transatlantike? Unë mendoj që janë kthyer në një krizë të hapur transatlantike. Nuk është më rrezik, është realitet. Domethënë, po të shikojmë pak të mesazhet që presidenti Trump ka shkëmbyer me liderët e Danimarkës dhe Norvegjisë, që janë çuar ambasadorëve të këtyre vendeve në DC.
Pra, me që ju nuk më dhatë çmimin Nobel të paqes, unë tani nuk mendoj më për paqen. Mesazhet që Trump ka shkëmbyer me Emmanuel Macron dhe me Mark Rutte, ku ata në një farë mënyrë i lëpien, i thonë ke bërë një punë shumë mirë me Iranin, me Sirin, e mendon shumë mirë NATO-n, por të pjesën e Groenlandës nuk arrin dot ta kuptojmë. Fakti që Kanadaja pas disa vitesh, domethënë që e pa precedent, nënshkruar një marrëveshje të marrëdhënieve strategjike me Kinën komuniste, sepse nuk sheh më Rusin si rrezik apo nuk sheh më Kinën si rrezik, por sheh Shtetet e Bashkuara, që në fakt edhe në poshtë vetë qëllimin e doktrinës Monroe, se Trumpi pra unë rrëzoha Madurën se aty kishte influencë kineze, në një kohë kur tani me këto veprimet e tij ai ka influencën kineze si në Kanada. Pra dhe për të mos folur pastaj për faktin që Alexander Stubb, që është kryeministri i Finlandës, të delë për herë të parë nuk të flet për një rend liberal, por të flet për value-based realism, pra realizëm i bazuar në vlera, që është një miksim, një hibridizim midis shkollës liberale dhe shkollës realiste, por të gjitha këto në një farë mënyre fut pas edhe faktin që dje në Davos Howard Lutnick, që është sekretari i Tregtisë së Bashkuara të Amerikës, e tha qartë që globalizmi ka dështuar, që është çmenduri edhe në vetvete, është komplet tezë idioteske, se sipas ka, domethënë arsye se unë po futem në linjë sot me tyr se në këtu ku jam është se globalizmi ka bërë të mundur të gjë. Në gjitha temë tjetër, por të gjithë tona tregojnë që ka një çarje, ka një krisje të madhe brenda perëndimit kolektiv ose asaj që quhen organizatës transatlantike. Ndërkaq, Roel, a mendon se tashmë edhe Rusia bëj përdor këtë situatë për të dobësuar dhe unitetin euroatlantik? Po sigurisht është domethënë çdo mend që Putini është shumë i gëzuar tani. Shumë i gëzuar sepse administrata amerikane bie dakord me të në Ukrainë. Ai thjesht po vazhdon të avancojë të marrë territor sa më shumë, sepse do vi një moment që prap ai do tolerohet, do marrë një marrëveshje të mirë, kështu që mund të vijojë të luftojë të marrë sa më shumë territor, ta vë veten në një pozitë më të favorshme. Dhe pse jo, në një moment të thojë që unë tani kam të drejtë ta kollaboroj gjithë Ukrainën dhe amerikanët ja japin administrata aktuale. Nga ana tjetër kuptohet që Rusia ka për qëllim dominimin e Evropës. Evropa nuk është më sferë influencë amerikane. Amerikanët duan hemisferën perëndimore dhe linjën e mesme. Europën mund t'ia lënë dhe Turqisë dhe ndjes Rusisë. Dhe në këtë kuadër Bashkimi Evropian është shumë i friksuar, se Bashkimi Evropian është hegemoni e Europës. Nuk mund të jetë Rusia hegemoni e Europës. Dhe këtu ka një përplasje. Dhe Putini e ka shumë kollaj të sulmojë vendet europiane në momentin kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë jashtë NATO-s, ose kur NATO është një organizatë funksionale. E ka shumë kollaj të sulmojë vendet europiane ose të polarizojë ato, të përçajë ato në momentin kur në një farë mënyrë brenda kontinentit ka qasje të ndryshme në raport me politikën e jashtme. Domethënë ti ke edhe ekstremin e djathtë, edhe ekstremin e majtë. Në Evropë, të dyja ekstremet, të dyja skajet, që janë kundër idesë së riarmatimit të Europës. Janë kundër pavarësisë energjetike dhe ekonomike të Evropës. Duan që të mos ketë sanksione ndaj Rusisë, të janë të gjitha sponsorizime të Moskës.